apo dën me ditë qysh me rrit performancën në shtrat. Shumë njerëz mendojnë që performanca lidhet vetëm me aftësi, po edhe trupi e lun një farë roli të madh. Sa më fort e fleksibil, e bile sa më shumë kondicion që ki, çaq më mirë ke me performu. E çani top 5 se qysh me buket këto. Numër 5 është squatsi. Jo vetëm që të bën kom të forta, po squati e rrit performancën, qarkullimin e gjakut edhe qëndrueshmërinë. Performanca e mirë vjen prej muskujve që nuk lodhen. Kur skeleteza është e fortë, edhe energjia zgjatet më shumë. Numër 4, hip thrust. Ky ushtrem që duket vetëm për çika, ndihmon shumë në pelvis, shtrëngon vithet edhe stabilitetin e trungut. Stabiliteti është çelësi i lëvizjes edhe kontrollës së trupit. Kush ka vithet forta, ka ritëm më të mirë edhe stabilitet më të madh në poza. E numër 3 vin planks. Barku i fort nuk është vetëm për bukuri. Ai e mon trupin stabil, të ndihmon muskujt e shpinës mos me u lodh edhe e rrit rezistencën ndaj çdo aktiviteti, edhe te veni. Numër 2 është cardio. Jo ushtrem rezistiv, po tash kalojmë direkt në performancë, diçka që lidhet direkt me kondicion edhe qarkullim të gjakut. E sa më e mirë cardio, çaq më e gat loja. Edhe në fund, stretching. Fleksibiliteti ti qel krejt dyrt, pa dhimbje edhe me më shumë lehtësi. E ti mos thuaj që nuk të thash. E për më shumë si kjo, mos harro me apo follow Urban FM krejt platforma sociale, si dhe subscribe në YouTube.